Një banesë është përfshirë nga flakët në fshatin Gurish, Ilbatër, njësi administrative Trega në mbrëmjen e Sumartës, duke u shkrumbuar pothuajse plotësisht. Banesa i përket shtetasit e Arif Pajeshti. Sipas informacioneve paraprake, zjarri dyshohet se shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërsa përhapja e shpejtë e flakëve është favorizuar edhe nga era e fortë. Menjëherë pas njoftimit drejt vendngjarjes, janë nisur mjetet zjarrfikse nga Bashkia e Elbasan për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur rrezikun e përhapjes së zjarrit në banesat përreth. Si pasojë e zjarrit, 4 anëtar të familjes kanë mbetur në qiell të hapur, në një kohë kur temperaturat në zonë janë mjaft të ulta dhe shënojnë vlera negative. Fatmirësisht nga zjarri nuk pati persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.